Zonja e zotrinj, ju përshëndes, unë jam Arlin Dhisa, do t'jemi bashkë në edicionin e orës 11 këtu në Report Televizion. Jemi tani me titujt kryesor. 4 persona u ndaluan nga policia pasi nga jahti ku ata ishin në zonën e Palasës u qellua me armë zjarri. Bruno Çela, djali i pronarit Brunes Pashkgjini, pronari firmës së ndërtimit Alessio 2014 dhe Afrim Kastrati e Leonard Hasa, u ndaluan në bordin e jahtit pas 2 orësh ndjekje në Dec. Ata tentuan të largoheshin, por nuk lëvizën kur pan policin, nuk gjenden armë dhe sende të tjera të paligjshme. Në ditën e fundit të afandit të aplikimit për prokuror të përgjithshëm, Report Televizion mëson emrat e 5 kandidatëve në garë: Adnan Xholi, Rovena Zoto, Ylli Pjetër Nikaj, Fationa Memçaj dhe Arta Marku. Tërhiqet kreu i prokurorisë e Elbasanit Kreshnika Jazi. Berisha thotë se nuk do të bashkojë votat me Ramon për kryeprokurorin e ri. Pas kundërshtimeve të hartës së re territoriale të propozuar nga Partia Socialiste, kryeministri Rama thotë se dokumenti është në fazë konsultimi. Ai u kërkoi kryebashkiakëve që kritikojnë ndarjen e re të shprehin me shkrim qëndrimet e tyre. PD akuzon se harta është e paracaktuar, ndërsa prej ditësh protesta në disa bashki që parashikohet të shkrihen.